Partia Demokratike ka depozituar së fundmi në kuvent përfaqësuesit e saj për 2 komisionet e posaçme që do të trajtojnë reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Sipas dokumentit të dorëzuar për Komisionin e Reformës Zgjedhore, Partia Demokratike ka caktuar Oert Bylykbashin si bashkëkryetar krah Damian Gjiknurit, ndërsa autorët e komisionit do të jenë Ivi Kaso, Gent Strazimiri, Albana Vokshi dhe Gjin Gjoni. Zëvendësues do të jenë Arjan Doja, Klevis Badhiu dhe Ilda Hoti. Komisioni i Reformës Territoriale do drejtohet nga nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi, së bashku me Arbian Maznikun e Partisë Socialiste. Antarë të tjerë do të jenë Jorita Tabaku, Bledion Albati, Xhelal Mziu, Ramadan Likaj dhe Eno Bozdo, ndërsa 4 antarë zëvendësues janë Greta Bardeli, Bart Spahia, Iglicara dhe Ina Zhupa. Emrat e propozuar do të kalojnë për votim në seancën plenare të kuvendit, pas së cilës do të konstituohen komisionet dhe do të fillojë puna e tyre. Partia Demokratike ka kërkuar gjithashtu mbikëqyrje dhe pjesëmarrje nga OSBE ODIHR dhe Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, duke synuar transparencë dhe përfshirje ndërkombëtare në procesin e reformave.